është vepër jashtëzakonisht e rëndë. Kështu që Berisha faktikisht është organizatori i kësaj kryengritje, se e shpalli vetë, dhe këtë kryengritje, pse ka gjitha ato përmasat edhe elementet e veprës penale të kryengritjes armatosur. Sepse, mbas janë bërë zgjedhjet, me votim të lirë, shqiptarët votuan 11 maj, edhe përcaktuan ata, e dhanë verdiktin e tyre për kë janë, dhe ne jemi për një sistem zgjedhor, demokratik, vot populli, nuk jemi që ta marrësh pushtetin me dhunë, a i vjen, thot, do bëj kryengritje, dhe këtë kryengritje, thot, do bëj, do ta marrë, do ta hedh në lumin e lanës, qeverin dhe kryeministrin e Shqipërisë. Që këtu, kur ke pasaj dhe elementë të tjerë që të ndodhin realisht, dhe ke ekzekutor, dhe ekzekutorët e ekzekutuan, prodhuan armë, jo vetëm i prodhuan armët, po krijuan Hamasin e Berishës, se ju i patat u dha jo video, nuk e din, nëse po ka një video, ku është filmuar e plot, që janë me maska, janë një lloj komplet Hamas. Edhe që ku i prodhonin edhe këto bombat e tjera, mund ta merrni këtë video, mund ta merrni, unë mund të them, domethënë, këtë edhe vendin ku është dhënë. Kjo është video e... Të konsideruar grupi zjarrit. Grupi zjarrit, apo jo? Këto janë konsideruar, e kanë të emërtim. Jo. Janë njerëz që kanë pas precedencë... Jo, merrni videon edhe unë do ta gjeni në vend tjetër. Këtë nuk u them televizionin kush e ka, se e kam komentuar sot unë këtë, po të do u them edhe ku është. Ajo është Hamas, komplet Hamas, organizata e Hamasit, maskat si i kanë, edhe ku po i përgatisin bombat e gjitha ato të tjerat, dhe të gjitha këto pa përjashtim, domethënë bëjnë që mbrëm, edhe këtu do të thoshja që Berisha e përdor edhe Sokol Bishgën dhe i vërsulit Sokol Bishgës, se e di që referencën e veprës penale që e shkryer mbrëm, do ta përgatisë pikërisht ky person. Dhe ky person, ai vazhdon drejton policinë kriminale apo jo? Është në drejtor i përgjithshëm i policisë shtetit. Drejtor departamentit. I policisë shtetit. Por ai duke ditur se si do përgatitet. Po që është ekspert i policisë kriminale. Po pikërisht, si do përgatitet që do i vej referimi, që do i vej referimi prokurorit, ai e goditi, domethënë atë për të thënë që mos e ço për organizat kriminale, mos e ço për tentativ vrasje, mos e ço, po çoje si që ke çuar për herë të tjera. Edhe hetimi ka një element që mos të konsiderohet ndëshkim politik, se gjithmonë edhe qeveria, ose për shumë organet e drejtësisë, kanë pas këtë stepje. Jo, edhe policia. Sepse gjithmonë ka shkuar edhe është konsideruar ndëshkim politik. Por në asnjë mënyrë nuk duhet bërë. Por në asnjë mënyrë nuk duhet bërë. Jo, mos harroni një gjë. Përveç me ishte vetëm në një rast, që kanë bërë burg njerëz. Kanë bërë burg. Nuk e di sa veta, avokati duhet i një numrin e saktë, vetëm një numër jo i vogël protestues të 21 janarit, cilët janë dënuar me vendim gjykate. 133. Kanë bërë burg. 133 protestues. Se dia numrin e saktë, po 133 që janë dënuar. Edhe 4 deputetëve, edhe 4 deputetëve i hoqën imuniteti. Po ata protestuesit. Kurse ata që vranë e tjera, absolutisht, u hyri gjem në kemë. Ata i dalur bashkë dhe nga apartament falas. U dekoruan ata e tjera në apartament falas. Pra, e kam fjallën, në këtë drejtim duhet futesh, mbrëm duhet futesh SPAK. A i duhet vinte atje në vendin e ngjarjes, edhe SPAK madje duhet bënde dhe ndalimet për katse. Tjetër punë, se qa masë do merte, do më thënë, qa do t'i propozonin gjykatës, ka filluar meret me ato që për momentin e shkrimi më i letë, korupcioni. Po pikërisht janë veprimet e SPAK, janë veprimet e 100 vetat e Bashkia Vlorës, janë veprimet e SPAK që po pret SPAK me çdo kusht që të ndodhi një 21 janar tjetër, po në të kundërtën, me qëllim që të thot pastaj që ta mbylli 21 janarin, se nuk ka rrugë tjetër për ta mbyllur 21 janarin SPAK-u, pa u bërë 21 janar tjetër. Dhe Berisha po e përgatit këtë 21 janar, po gjithmonë në krahun e... Megjithatë Berisha tha edhe dje përsëriti që ne dha jemi parti paqësorë që vim me vota në pushtet, megjithse paralajmëroi që durimi po i vjen... Po megjithatë, ja, i shikoni vetë juve, domethënë ato, edhe të vrarët atje, edhe të plagosurit, edhe të djegurit, për si gjalli, nuk u godit godina, nuk u godit parlamenti, nuk u godit kryeministria, u godit në policët. Avokat, ne e thamë,
Policia dje pati një veprim më ndryshe, pak më aktiv në parandalimin e gjës. Tani, letë vazhdojnë të bëjnë se cili punë të tyre. Policia, mos i trajtoj si shtarë Sejda, si që ka trajtuar të tani me një mburoj, kanë bërë protesta politike të tjerë, në fund fare, se cilit maj përgjithësit e veta. Edhe policia, edhe Spaku, edhe prokuroria, edhe qeveria. Po në rëndin do kohë të plasim pak politikisht, pjesën e dytë, pasi zoti Berisha thot të vazhdoj protestat, po do vi me vota në pushtet. Atëherë pse protestona i sërisht në 20 shkurt. Rikthehemi pas pak. Mirë, rikthehemi në minutat e fundit të kësaj pjesës dytë. Arseta, zoti Berisha thot do vim në pushtet, jemi parti politike, do vim në pushtet me vota. Nga ana tjetër thot kilometri i fundit dhe siç e pam edhe nga dje, paksohen pjesëmarrësit, rritet agresiviteti. Ndërkohë, paralajmëron një protestë në 20 shkurt, që me thënë vërtetën nga pikpamja simbolike është një datë e rëndësishme për gjithë ne, pasi është ajo ditë kur gjithë shqiptarët, unë e kam konsideruar ngjarja e fundit natyrale e revoltës shqiptare. Sepse pas asaj, gjithçka u fut nën kontroll. Sipas mendimit tim, unë që kam qenë në atë protest, pra edhe greve orisë së studentëve, edhe revolta e njerëzve, edhe rrëzimi bustit kanë qenë totalisht gjëra spontane. Pastaj, gjërat u mlodhën, njerëzit donin të shkonin drejt bllokut, na larguan prej ne, na thanë mos shkoni aty, shkoni diku tjetër. Pra, le të themi gjithçka filloi. Na largojnë irritant seka. Gjithçka filloi të themi të futej të organizohej. Dhe nga pikpamja simbolike sigurisht ajo është një gjë e fortë të 5 vjet rrëzimi busit të Enver Hoxhës. Ama vjen një ditë pasi Rama, dhe unë kam lajmin të konfirmuar, Rama do të udhtojë në Washington për të firmosur bordin e paqes për ka shumë liderëve të tjerë në shtëpinë e parë. Këtu pastaj simbolikat ngatrohen para. Ngatrohen. Po ngatrohen sepse duket sikur gati po përdoret duke qenë se vjen shumë afër me takimin e kryeministit Rama, duket sikur don të çojë një mesazh tek ndërkombëtarët të rreqë vëmendjen me kauzën e asaj çfarë opozita e ka ngritur si retorik të sajën për protestat që rrëzimi i shtetit narkotik, një shteti shumë të korruptuar, edhe që këtu nuk mundet vendoset dot demokracia në terma efektiv, procedural edhe në nivel qeverisës, por dhe institucional. Por a është realisht dhuna mënyra se si opozita don t'japi mesazhin që do të rrëzojmë një qeverisje për të sjellë një qeverisje tjetër të mbështetur tek dhuna, të mbështetur tek zjarri, të mbështetur tek aktet jo legale, do të thënë, a është ky shembull dhe ky mesazh praktikisht do t'i shkojë ndërkombëtarëve. Dhe duke qenë se nga protesta e 25 janarit tek ajo e 10 shkurtit, kemi një përshkallëzim, kemi një radikalizim. Çfarë përpiqet opozita këtu të bëjë? Dhe tha mirë avokati, apo don të shkojë tek fataliteti për të legjitimuar kreditin e vet politik, pra i duhet një akt i fatalitetit që të legjitimohet apo t'japi një goditje ndaj qeverisjes sepse nuk është e aftë fitoj zgjedhjet me votë, pra me atë mënyrën e demokracisë funksionale, dhe nëse është ky qëllimi, kjo është shumë e rrezikshme. Dhe unë mendoj që këtu, nëse do të merret vendim dhe nëse do të hetohet apo nëse do të ketë ndërhyrje qoftë nga qeveria apo nga organet e drejtësisë, duhet merret që kjo mos shkojë drejt një përshkallëzimi, që të cënohen në mënyrë direkte qytetarët e pafajshëm, efektivët e policisë, apo të përdoren, siç tham, fëmijët për të çuar një mesazh që, sepse vendosja në prit e fëmijëve ishte mesazh simbolik, ishte për treguar që ne do të luajmë me të gjitha armët, me të gjitha format, me të gjitha mënyrat. Pse? Sepse si jemi të aftë i fitojmë zgjedhjet me mënyrën legjitime demokratike nëpërmjet sistemi zgjedhor. Futun zgjedhje, fito zgjedhjet. Dhe protesta që të shkojë dhe të legjitimohet dhe të rrëzojë një qeverisje, duhet plotësojë disa kushte që sot opozita fatkeqësisht nuk i plotson. Do të pyes po vetëm një pyetje teknike. Zotë Berisha, ka imunitet apo jo? Për momentin për shkak nuk e di është. E ka rifituar. E rifituar se në zgjedhje 11 maj. Nuk e kishte deri 11 maj, por u bën në zgjedhjet edhe dosjes e rifitoi. Së Partizanit. Po, në rast se mund të vazhdoj pak ku e la. Juli. Problemi është që pse themi neve është shumë e rrezikshme. Kjo edhe kërkon me çdo kusht një ndërhyrje
të fortë, të ashpër, penale. Edhe SPAK-u duhet bëjt vetën, sepse është në kompetencën e tij, kjo dhuna e djeshme që është bërë, dhe pse ata duhet ta kualifikojnë këtë vepër si vepër e kryer nga një organizat kriminale dhe duhet marrin përgjegjësi penale edhe Berishën dhe organizatorët e tjerë. Përveç atyre elementeve të parë që thash, duhet ta bëjnë një gjë të tillë edhe për shkak të një përvoje që ne kemi, që synimi i Berishës është pikërisht këtu, që të krijojë precedentin, të krijojë kauzën dhe kauzën ai e do me vrasje. Ai e beri 2 prillin e Shkodrës në 91-shin, e beri thjesht dhe vetëm që të vinte sa më shpejt në pushtet, sepse u bën zgjedhjet, 70% fitoi ish Partia e Punës, ata morën shumë pak atëre vota, dhe që të vinin zgjedhjet parakoshme, duhesh patjetër. Pak s'morën, me thënë vërtetën. 37% ka marrë, 38% po në rregull, po nuk morën pushtetin flas. Po mirë, s'kishte astre muj që ishte pikërisht, por donin zgjedhjet e parakoshme, për çfarë i donin? I donin, domethënë që të vinin pushtet. Qa kauze gjetën? Gjetën ngjarjet e 2 prillit, vran 4 veta. Atje edhe herdhen, e muarën, e fituan faktikisht atë. I vrau po doja këto 4 veta? Dhe Saliu i vrau, është plani i Berishës ishte komplet, bashkë me udhbën e Serbisë, ka dalë edhe shërbimet e sekrete, ndash ndërkombëtare, ndash dhe Shqipërisë, e kanë nxjerrë të plot situatën. Dhe dihet janë shkruar dhe libra për këtë. E dyta, pikërisht s'ka një hetim